Big Brother po mbyll ciklin e tij në sezonin e 5 për fiks 8 ditë nga sot. Nesër është gjysmëfinalja në të cilën 3 nga 5 banorë të mbetur do t'i bashkangjiten Selinit në garën për çmimin e madh. Shumë hipoteza, shumë amendësime, shumë fjalë se kush mbetet jashtë e kush brenda finales. Sonte i diskutoj me gazetarin Elton Tozaj dhe psikologun Ron Kastrati. Sipas psikologut Ron Kastrati, përbërja finalistëve është refleksion i karaktereve shqiptar. Publiku kënaqet kur shikon situata dhe ngjarje interesante, dramaturgjike, por edhe lojra inteligjente, aleanca, grupesh, njerëzish që zhvillojnë strategji për të eliminuar dikë nga loja ose për ta faktorizuar dikë në lojë që të jetë më i sulmuar, e të nominohet e pastaj ose të eliminohet ose të ndryshojë trajektorën e lojës në tjetër rrjedhoj. Tani, ju folet për finalistët e mundshëm, unë emrat që cilat i përmend i shoh finalistë të mundshëm, por e shoh edhe një djalë të strukturuar dhe mjaft energjik dhe empatik, por jo vetëm empatik me ndjenjë, por edhe me mendje. Kur them me mendje, përveç që i kupton emocionet e tjetrit, ato i analizon dhe i lexon mirë sipas narrativës së tij, dhe kur them sipas narrativës së tij, kjo i jep atij ekskluzivitet gjatë gjithë lojës. Ju duhet ta kuptoni një gjë. Nëse ka aty lojtar që nuk kanë bërtitur fare, nuk kanë krijuar britma ose nuk kanë zhurmuar, ka shumë të tilla aty që zhurmojnë, lëvizin duar, bëjnë gestikulacione për të dukur në qendër të mendjes. Dhe që t'jesh i tillë vazhdimisht, kjo e di se çfarë nuk kupton. Kjo nuk kupton se shiko se dua të them diçka. Kur e shikon nuk thot kot asgjë tjetër. Unë dua ta specifikoj një mik timin që jo vetëm se është miku im, po ka edhe një karakteristikë që kam bindur që e kanë kuptuar edhe publiku. Shëmbrit Lumi nuk bërtet shëmbrit Lumi për të dëgjuar, por mendon për të mbajtur mend. Pra, ai mendon për të mbajtur mend sepse gjithë lojën e bën me mendje. Unë e kam kuptuar që disa aty luajnë për spektakël, por ai luan për fitore. Pra, shëmbrit Lumi, pra ditë sa qëndron aty, nuk i intereson thjesht çfarë të tjerët mendojnë brenda atij grupi, ai e bën lojën e tij, strategjinë e tij, sepse qetësia e tij nuk është vetëm dobësi. Bën edhe manovrat të cilat janë strategjike, por që ndoshta mund të kesh kuptuar her pas here nga publiku, por kjo është strategjia e tij dhe duhet ta dini gjë, derisa njerëzit, banorët vendosin që të jenë banorë, pra, përzgjedhen ose e shprehin vullnetin që të jenë banorë të këtij spektakli, duhet ta keni një gjë në mendje. Aty nuk janë vetëm për spektakël. Aty janë për të dhënë çdo gjë nga vetja, por edhe që të përçojnë mesazhe shumë shëndosha dhe të mirëqena për shoqërinë. E jo mesazhe negative ose mesazhe thumbuese ose dëmtuese, nga gjuhë dëmtuese që mund të komunikojnë ose të përcjellin tek publiku, se e shikojnë edhe familjet, e shikojnë njerëzit e arsimuar, edhe adoleshentët. Prandaj këtu është ai kujdesi inteligjent dhe vigjilent i banorëve të cilët e zhvillojnë një lojë strategjike. Për Ronin Shëndriti është banori nga Kosova që ka gjasat për të shkuar drejt finales. Ne e dim gjithë shqiptarët kudo, po e tërheq një analogji me futbollit që ta kuptojmë mirë. Dhe në dukje së cilin strateg të futbollit dhe bëje një anketim të përgjithshëm. A e ka merituar Kosova depërtimin në grupën në kualifikimin e botrorit? Pa diskutim 99.9%. Dhe ka qenë meritore. Por çfarë ndodhi aty, për mua mbetet e mistershme. Dhe cili është mesazhi në këtë rast? Për ne nuk do duhej të ishte paradoksale ose pa mundur, e pa mjaftueshme, vetëm se është futur pas një kohe në bik dhe nuk e meriton ose nuk do duhej të shkonte në finale. Unë e thash vazhdimisht, ai e ka ruajtur qetësinë, impulsivitetin e tij, ka kontrolluar situatat, ka qenë aty edhe kur nuk ka qenë aty, pra ka vëzhguar momentin, ka observuar ngjarje dhe indikacionet e tij kanë qenë vazhdimisht prezente. Edhe në momentet kur janë krijuar aleanca mes njëri tjetrit dhe edhe në momentet kur janë eliminuar. Ne dim që publiku e do Shëndritin
e përkratë, ne jemi shoqëria që ta përkrajmë deri në fund, sepse e njohim. Ka edhe një detaj tjetër që dua të them për Shëndritin. Shëndërlumi është i vërteti. As nuk është falsifikuar, as nuk është fasaduar, as nuk është maskuar, ashtu siç është aty është edhe në realitet. Dhe kur e them këtë, e them nga sinqeriteti dhe transparenca e tij. Ai nuk e do maskimin, ai nuk e do lajthitjen, ai nuk e do thjesht mashtrimin. Ai është ashtu siç është dhe shprehet ashtu siç mendon.